funksionoj, ku përgjegjësitë e pushtetit dhe balancat politike të jenë më mira se një njeri vetëm të ketë çdo gjë në dorë. Nuk e kuptoj pse e ke këtë tonin sigur lexon Fletrufe në emision. Tani se kuptoj pse bën. Edhe unë, përse? Përse? Jo më kjo, unë thua mua tani gazetarët nuk i kam në sap, këtë s'kam në sap. Nuk i llogaris fare kritikat tuaja Fevzi që janë thyrje, sharje dhe analiza psikologjike e njerëzish që nuk kanë haberi për çfarë flasin. Ju thoni, po patjetër arrogant. Se ku e shikoni ju arrogancën, është puna juaj, po unë. Po ka arrogancë më të madhe se një njeri që i ke thënë shqiptarëve ju vjedh me blok në dorë ta bësh president të Republikës dhe të firmosësh ti i pari në listë për ta bërë president? Çfarë ishte kjo? Një personi si Ilir Meta që keni thënë vjedh shqiptarët me blok në dorë, po ti e ke bërë president. Është arrogancë kjo? Është tallje ndaj shqiptarëve kjo? Do kalojmë te zgjedhja e presidentit. Jo, me që ju bëra këtë pyetje, se po më flisni për arrogancën. Jo, nuk është arrogancë, çfarë është? Llogari politike, pazar. Jo, nuk është pazar, jo. Është zgjedhja e një individi i cili është përfaqësues i një force politike të votuar nga shqiptarët në parlament dhe i cili përfaqëson si askush tjetër Partinë Demokratike pa qenë antar i Partisë Demokratike dhe pjesën tjetër pa qenë pjesë e pjesës tjetër. Pra, një figurë me eksperiencë dhe që është aty, ishte kryetari i kuvendit dhe u bë president.